Nxënës të nderuar të klasëve të shtata, sot do të kemi njësinë mësimore simetria. Në fillim të shikojmë se sa lloje të simetrive kemi. Ekzistojnë disa lloje të simetrive dhe ne sot do të mësojmë për simetrinë boshtore, rotacionin, gjithësisht rrotullimin dhe translacionin, gjithësisht vendosjen. Në fillim të shohim se çka është simetria boshtore. Po që se kemi një fotografi, ndonjë formë, apo ndonjë pikturë të ndryshme, ne mund ta ndajmë atë. E ndajmë me ndonjë drejtës. Nëse forma, gjithësisht fotografia në këtë rast, nëse ndahet në dy pjesë të barabarta, gjithësisht të njëjta, atëherë themi se ajo figurë, ajo formë është simetrike boshtore. Në atë rast, drejtëza e cila e ndan në dy pjesë të barabarta quhet boshti i simetrisë, ndërsa simetri boshtore. Tani të shikojmë disa shembuj në lidhje me simetrinë boshtore. Në këtë rast kemi një trekëndësh barabrinjës, katrorin, pesëkëndëshin, të cilat janë shumë këndësha të rregullt. Në rastin e parë të shohim te trekëndëshi barabrinjës sa boshte të simetrisë ka. Do me thënë, trekëndëshi barabrinjës ka 3 boshte të simetrisë. Katrori. Gjithashtu, katrori ka 4 boshte të simetrisë. Shohim pesëkëndëshi i rregullt. Pesëkëndëshi i rregullt ka 5 boshte të simetrisë. Tani të shikojmë 6 këndëshin e rregullt, 7 këndëshin e rregullt dhe 8 këndëshin e rregullt. Te 6 këndëshi i rregullt ka 6 boshte të simetrisë, ndërsa te 7 këndëshi i rregullt mund të tërhiqen 7 boshte të simetrisë. 8 këndëshi i rregullt ka 8 boshte të simetrisë. Nxënës të nderuar, nga kjo mund të përfundojmë se shumë këndëshat e rregullt kanë aq boshte të simetrisë, posa kanë edhe brinj. Tani të shohim se çka është rotacioni, gjithësisht rrotullimi. Këtë do ta ilustrojmë me ndihmën e një trekëndëshi në fillim. Rotacioni, gjithësisht rrotullimi, është figura ose forma gjeometrike të rrotullohet dhe të shihet se kur do të pozicionohet në formën e mëparshme. Ja, pra, do ta rrotullojmë një trekëndësh për 90 shkallë. Shikojmë se pozicionimi i trekëndëshit është i tillë që nuk përputhet me pozicionin fillestar. Do ta rrotullojmë edhe për 90 shkallë. Bën 180 shkallë, përsëri pozicionimi i trekëndëshit do të jetë në këtë formë. Përsëri do ta rrotullojmë për 90 shkallë, do të bëhet 270 shkallë. Pozicionimi i trekëndësit do të jetë ky dhe rrotullimi i fundit për 90 shkallë, trekëndësi do të pozicionohet në pozitën fillestare, që do të thotë se trekëndëshi është simetri e rendit të parë. Tani të shohim, të bëjmë rotacionin, gjithësisht rrotullimin e katrorit, me qendrën e rotacionit në pikprerjen e diagonaleve të katrorit. Ja, pra, do ta rrotullojmë katrorin për 90 shkallë dhe pozicionimi i katrorit do të jetë i këtij, që do të thotë se në rrotullimin 90 shkallë, katrori pozicionohet si në pozitën fillestare. Pra, do të kemi një përputhje në rrotullim 90 shkallë. Tani të rrotullojmë edhe për 90 shkallë të tjera dhe do të arrijmë që katrori të pozicionohet në 180 shkallë, përsëri të pozicionohet si në pozitën fillestare, për së dyti herë. Rrotullojmë edhe për 90 shkallë të tjera, gjithësisht
270 shkallë, ja pozicionimi i tretë si në pozitën fillestare e katrorit, dhe bëjmë rrotullimin për 90 shkallët e fundit, gjithsesi 360 shkallë, dhe kemi se katrori për së katërti herë pozicionohet si në pozitën fillestare. Nga kjo kemi se katrori është simetri e rendit 4 gjatë rotacionit. Të shohim një shembull se njeriu çfarë simetri të cilit rend është gjatë rotacionit. Po qese, ja, qendra e rrotullimit është dikun këtu. Ja, pra si shikojmë, njeriu vetëm në rrotullim 360 shkallë është pozicionohet në pozitën fillestare. Pra njeriu është simetri rendit të parë. Translacioni, gjithsesisht zhvendosja e figurës në ndonjë kahje. Pra translacioni është zhvendosja e figurës në kahje të ndryshme, qoftë horizontale, vertikale, pjertas, lart, poshtë, pra në të gjitha anët. Duhet të përmendet se gjatë zhvendosjes, gjithsesi translacionit, figura, forma zhvendoset, por forma mbetet e njëjtë. Ja të shikojmë disa raste. Pra, kemi zhvendosjen e 8 këndëshit jathas, forma mbetet e njëjtë. Tani të shikojmë zhvendosjen e 8 këndëshit pjertas, do të forma mbetet e njëjtë, shikoni, edhe të bëjmë zhvendosjen lart, përsëri 8 këndëshi mbetet e njëjtë forma. Pra, nxënës të nderuar, kjo është zhvendosja, gjithsesi translacioni i formave të ndryshme. Tani, për detyrë keni. Detyra 1. Sa boshte të simetrisë kanë figurat e mëposhtme? Do të thotë, duhet të analizoni mirë se cilën formë, se cilën figurë, dhe të shikoni se sa boshte të simetrisë kanë. Në detyrën 2 keni 4 forma tjera, gjithsesi 4 figura, dhe duhet të caktoni rendin e simetrisë së rotacionit të këtyre figurave. Faleminderit të nderuar nxënës.